Rrjeti supermarketeve Aso, një prej brendeve më të njohura, të besuara dhe që gjithmonë është pranë klientëve, inauguroi këtë të shtunë të 18 prillit filialin më të ri në lagjen Lef Sallata në rrugën Transballkanike përballë Shkadastrës në Vlorë, një nga zonat lehtësisht aksesueshme për të gjithë qytetarët. Ora 11:30 e paradites ishte një ditë feste, teksa mblodhi qindra qytetar në ditën e inaugurimit të filialit më të ri. Rrjeti i njohur i supermarketeve Aso tashmë i konsoliduar si një nga më të mëdhenjt dhe më të frekuentuarit dhe të kërkuarit nga konsumatorët në qytet, vjen pranë tyre me hapjen e filialit të ri, modern dhe bashkohor. I ftuar VIP në këtë inaugurim ishte biznesmeni i njohur, presidenti flamurtarit Sinan Idrisi, i cili preu edhe shiritin e inaugurimit me menaxherin e përgjithshëm të rrjetit të supermarketeve Aso, Agim Osmani. Bismillah Brahim. Hajde. Gorgim hajde. Sebedot. Hajde mikrofon. Hajde. Hajde. Kimoj bashkëri që. Faleminderit. Hapja e madhe e filialit të ri ka shënuar një tjetër hap të rëndësishëm të zgjerimit të këtij rrjeti, që ka fituar besimin e konsumatorëve vlonjat dhe jo vetëm. Me këtë rast, menaxheri i përgjithshëm i rrjetit të supermarketeve Aso, Agim Osmani, ka shtruar edhe një koktejl dhe një pritje ku morën pjesë shumë të ftuar, të cilët kanë vlerësuar si përmarrjen e tij të suksesshme, duke i uruar suksese në hapjen e filialit të ri, që sipas tyre është një tjetër markë e rëndësishme që i shtohet qytetit të Vlorës. Të gjithë ata që ishin të pranishëm këtë të shtunë patën fatin të degustonin produkte të ndryshme të importuara nga Italia, duke krijuar kështu një atmosferë pozitive dhe mikpritëse për çdo vizitor të Aso. Aso është brendi më i besuar dhe që ofron gjithçka për konsumatorët, ku cilësia dhe çmimi bëhen bashkë si në asnjë vend tjetër. Ky investim i ri sjell një hapësirë moderne blerjeje, konceptuar për t'i ofruar klientëve komoditetin maksimal, organizimin e qartë, por edhe një eksperiencë ndryshe në përzgjedhjen e produkteve të përditshme. Në raftet e supermarketit të ri do të gjeni mbi 10.000 produkte të importuara nga Italia, duke garantuar cilësi të lartë dhe standarde europiane për konsumatorët vendas, por edhe të huaj, të cilët janë të shumtë që i qëndrojnë besnik Asos. Dita e parë e hapjes së filialit të ri solli oferta pafund, që do të zgjasin deri ditën e martë më 21 prill, duke u dhënë mundësinë qytetarëve të përfitojnë maksimalisht nga çmimet të ulta dhe promocione të shumta, që në fakt do të jenë gjatë gjithë vitit. Për çdo blerje mbi 1.000 lekë, klientët do të përfitojnë një çantë pazari me logon Aso, një dhuratë simbolike që shoqëron këtë moment të rëndësishëm të hapjes së filialit më të ri. Cilësia e produkteve dhe çmimet konkurruese janë shtyllat kryesore që kanë bërë Ason një lider në tregun lokal të Vlorës, por edhe më gjerë, duke shndruar atë në një markë të pasvendësueshme. Sipas administratores së rrjetit të supermarketeve Aso, Amarilda Bazi, ky filial i ri është një garanci për konsumatorët në cilësi dhe çmim. Ky supermarket nuk është thjesht një pikë e re e Asos, por një garanci për konsumatorët, që cilësia dhe çmimi janë gjithmonë aty. Suksesi ynë është i lidhur ngushtë me besimin që klientët kanë tek ne. Ne vazhdojmë të rritemi duke sjellë produkte italiane, cilësore dhe super oferta gjithmonë, që klientët të përfitojnë maksimalisht. Faleminderit të gjithëve që ishit sot dhe për ata që s'ishin, ju presim të përjetoni vetë diferencën. Përkushtimi ndaj klientëve dhe përpjekja për të qenë gjithmonë pranë nevojave të tij ka bërë që rrjeti i supermarketeve Aso të jetë zgjedhja e përditshme e konsumatorëve vlonjat. Qindra qytetarë vizituan këtë të shtunë filialin më të ri, duke u bërë pjesë edhe blerjeve në rrjetin e supermarketeve Aso. Ata thonë se Aso është zgjedhja e përditshmërisë së tyre, pasi është një partner i besuar, ofron cilësi dhe çmimin mjaft të lirë. Më bukur se sa kompania Aso nuk ka në Shqipëri, jo më në Vlorë. I uroj me shpirt, mbarësi, suksese, ashtu si ka shpirtin, ashtu të jetë dhe biznesi. Veç gjë e bukur rritja e numrit marketeve, përmirëson të gjitha kushtet e jetesës së qytetarëve, normale që përmirëson dhe shërbimin. Suksese kompanisë Aso. Duhej, ta gëzoj edhe ja shtoft të Zoti ashtu si që bën, të mirat e ti. Po mirë, ka shi ditë e parë, po marim këto që janë qikësim më të ashu. Ditë e tjera do vinë të shikojmë me kollaj, që thot ka shumë kallabloke dhe nuk i kontrollojmë dot gjitha të mirat. Shumë mirë. Po ne këtu jemi në këtë zonë këtu. O Sandri,
Ne këtu jetojmë, ja, pallati këtu. Po. Shumë mirë, shkëlqyer fare. Mirë duke, shumë mirë duke tani për tani ditë e parë është. Dhe parë, do të vini shpesh? Unë jam larg, unë rrit tek Lua Mare, kështu që jam shumë larg. Se keni ardhur apo? Po jam me që e pam në televizor. Televizorin tuaj më duket. Ja tash që për të pat shikojmë. Inshallah mos e jetë gjithmonë kështu. Ju banoni këtu? Po. Ja, 2 minuta e kam shpinë. Duket sot ditë. Po është më mirë. Na duhet çik më mirë, shikojmë. Po patjetër që i nevojitet se. Përshëndetje. Shumë mirë, konveniente. Ju këtu jetoni? Po, jusëm ande, jusëm këte. Këtu jetoj, këtu afër. Cilësia, çfarë do të shumë këtu? Tashi, këtu janë çmimet pak a shumë të mjaftueshme. Edhe cilësia po ashtu. Se unë këtë po frekuentoj këtu në Vlorë. Kam jetuar jashtë, po jetoj tani këtu. Duhej hapja në këtë zonë. Për mua, së më fakt, jemi afër, edhe këtej dhe andeja. Kështu që për mua është shumë mirë. Për mua asu është më e mira këtu. Do të vini shpesh? Po patjetër, unë e kam dhe këtu afër, kështu që ishe fat për neve. Që na erdhin lagje. Shumë mirë, jam shumë e kënaqur. Bravo, duhesh. Bravo. Hapja e filialit më të ri të supermarket Haso në lagjen Lef Sallata në rrugën transballkanike përballë Ish-Kadastrës erdhi pas kërkesave të shumta të qytetarëve dhe banorëve të kësaj zone. Ky zgjerim është pjesë e një vizioni të vazhdueshëm të menaxherit të përgjithshëm të rrjetit të supermarketeve Haso, zotit Agim Osmani, për të qenë sa më pranë komunitetit dhe qytetarëve të Vlorës për të ofruar shërbim cilësor, të besueshëm dhe me një vizion që lidhet ngushtësisht me klientin, duke sjellë risi të vazhdueshme dhe oferta pafund. Supermarketi Miri do të jetë tashmë një pikë referimi për blerjet e përditshme fal shumëllojshmërisë së produkteve dhe çmimeve konkurruese. Pasi rrjeti supermarketeve Haso mbetet një zgjedhje praktike për çdo familje, pasi te Haso është më lirë, më mirë, ejani në filialin më të ri, ku do të mbeteni të mahnitur nga ofertat pafund dhe plotësimi i çdo kërkese që ju keni. Pasi Haso është lideri në tregun e supermarketeve në Vlorë, fal cilësisë së lartë dhe çmimeve konkurruese.